Kombëtarja shqiptare e basketbollit për meshkuj është grumbulluar në Shkodër në kuadër të ndeshjeve të raundit para kualifikues për Eurobasket 2029. Federata Shqiptare e Basketbollit ka zgjedhur qytetin verior për shkak se sfida e radhës ndaj Slovakisë do të zhvillohet në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi. Risia më e madhe në kampin Kuqezi është emërimi i trajnerit spanjoll Ricardo González Davila në krye të ekipit. Miqësore ndaj Deçeçit të zhvilluar në Qazim Dervishi, trajneri e konsideroi si një test të vlefshëm përpara ndeshjes zyrtare. Kjo ndeshje ishte një test i vlefshëm për përgatitje që po zhvillojmë në prag të asaj zyrtare ndaj Slovakisë. Duhet të përmirësohemi në mbrojtje dhe sulm. E mirëprita pozitivisht ftesën e federatës. Kemi një grup shumë të mirë lojtarësh, veçoj 22 vjeçarin Tula. Nuk mund të bëjmë ndryshime të mëdha në pak ditë, por e ardhmja është premtuese. Shkodra është gjithmonë qytet sport dashës, edhe këtu ndihesh gjithmonë mirë, sidomos ekipi kombëtar. Akomodimi është i mirë, ushqimi është i mirë, stërvitjet po bëhen me program të duhur. Ekipi është në rinovim e sipër. Kemi filluar që në periudhën kur ka qenë profesor Karaj me rinovimin e ekipit dhe janë ofruar shumë lojtarë të ri, tani kanë ardhur edhe disa të tjerë. Dhe kështu që nuk mund të pritet një gjë që të ndryshojë apo të bëhet shumë e madhe për një cikël apo 2 cikle. Të hënën e 2 marsit, Qazim Dervishi përjet të jetë arena ku kombëtarja do të kërkojë fitore në këtë fushat kualifikuese.